Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka njoftuar zyrtarisht pezullimin e sulmeve ndaj Iranit, pasi kanë arritur drejt një armpushimi 2 javor. Ky hap synon uljen e tensioneve në rajon dhe hapjen e rrugës për dialog diplomatik. Marrëveshja parashikon nisjen e negociatave këtë të premte në Islamabad me ndërmjetësimin e Pakistanit. Sipas kushteve të vendosura nga Shtetet e Bashkuara, Irani duhet të garantojë rihapjen e plotë të ngushticës së Hormuzit, një korridor jetik për tregtinë globale të naftës. Autoritetet iraniane konfirmuan se kalimi do të sigurohet gjatë kësaj periudhe, ndërsa palët pritet të diskutojnë një marrëveshje më afatgjatë. Trump e cilësoi marrëveshjen si një fitore totale për SBA-t, duke theksuar se programi bërthamor iranian do të jetë nën kontroll të plotë. Ai përmendi gjithashtu rolin e Kinës në nxitjen e negociatave. Ndërkohë, zhvillimet në terren tregojnë shenja stabilizimi të trafikut detar në ngushticën e Hormuzit, i cili ka nisur të rikthehet gradualisht, ndërsa Iraku rihapi hapësirën ajrore mbas një bllokimi 40 ditor. Reagimet ndërkombëtare kanë qenë kryesisht pozitive. Bashkimi Evropian i bëri thirrje Izraelit të ndalojë operacionet ushtarake në Liban, ndërsa lider botëror përfshir presidentin Ukrainas Volodymyr Zelensky e cilësuan armpushimin si një hap të rëndësishëm drejt paqes. Megjithatë, zyrtarë amerikan paralajmërojnë se situata mbetet e brisht dhe se suksesi i marrëveshjes do të varet nga ecuria e negociatave në ditët në vijim.